Edhe pse nuk njihemi personalisht, të uroj forcë e durim, Louise Ailey shpreh ngushëllime gjestit dhe familjes së tij. Louise Ailey, këngëtari i njohur dhe fituesi i edicionit të dytë të Big Brother VIP Albania, ka reaguar pas lajmit tragjik për ndarjen nga jeta të vëllait të gjestit Eldion Kelmendi. Lajmi i dhimbshëm tronditi jo vetëm familjen Kelmendi, por edhe miq, kolegë dhe gjithë ata që e njohën ose dëgjuan këtë fatkeqësi të papritur. Në një moment ku fjalët duken të vogla përballë dhimbjes së madhe, Louise Ailey tregoi ndjeshmërinë e tij përmes një mesazhi prekës. Ai shkruan: "Gjest, edhe pse bashkë nuk njihemi personalisht, lajmi i sotëm është i rëndë dhe prek çdo që e dëgjon. Ngushëllime të sinqerta për ty dhe familjen tënde." Më tej ai shtoi: "Të uroj forcë e durim për ty dhe familjen tënde në këtë periudhë kaq të vështirë. Kujtimet e bukura të Eldionit qofshin ngushëllime dritë në ditët që vijnë. Humbja e një njeriu të dashur është një dhimbje që nuk shërohet lehtë, sidomos kur vjen në mënyrë të papritur. Trishtimi për largimin e Eldionit ka lënë boshllëk të madh në zemrat e të afërmve dhe miqve, ndërsa komuniteti ka reaguar me një val solidariteti." Ky gjest i Louise Ailey tregon anën e tij humane dhe mesazhin se dhimbja e një humbje të tillë nuk njeh kufi, as njohje personale dhe as distance. Përveç Louise Ailey, shumë këngëtar, ish banor të Big Brother dhe kolegë të afërt të gjestit kanë shprehur dhimbjen dhe ngushëllimet e tyre. Postimet e shumta në rrjetet sociale pasqyrojnë jo vetëm pikëllimin për humbjen e parakohshme të Eldionit, por edhe mbështetjen për familjen Kelmendi në këto ditë të errëta. Ngjarja tragjike ka prekur zemrat e shumë njerëzve, duke na kujtuar edhe një herë sa e brisht është jeta dhe sa të rëndësishme janë momentet me ata që duam. Mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!